Ju shof familjar që të gjithë e gëzojmë shumë a bëni më të lehtë këtë diskurs. Për mua është herë e parë që kam njerëz që më shohin dhe jam unë në skenë. Zakonisht kam punuar gjithmonë në hijen e skenës ose në hijen e personazheve që dalin në dritën e kamerës, por kjo është herë ime e parë që dal, faleminderit, rofsh. Dal përbara dhe baj një diskurs. Nuk kam emocione, falë se ju njoh të gjithëve dika më shumë, dika më fort. Nuk e dija, nuk më merrte mendja ndonjëherë se do isha i ftuar në jetën time për soft, edhe nuk do dija ndonjëherë që do etiketohesha soft. Më bëhet shumë qefi që etiketohem soft, edhe ftohem unë të flas për butësinë. Dua të jem njeri but. Më trondit pak sepse njeriu brenda nuk është asnjëherë vetëm një gjë, edhe butësia kur mu etiketua, siç më zbuti, ashtu edhe më trëmbi pak për veten time. Thash, jam vërtet kaq soft, duhet të jem kaq soft, është softnessi, është butësia, se përdorim internacionalisht soft, butësia është shumë e bukur butësi. Jam vërtet kaq i butë. Ndonjëherë njeriu është ajo që s'bën, ose ndonjëherë njeriu është ajo që bën, por të dyja janë raste që është i njëjti njeri, edhe kur bën edhe kur s'bën. Ndonjëherë jemi ëndra, edhe ndonjëherë jemi realiteti me këmbë të tokë, ndonjëherë jemi dhe në ajër. Kështu që thash, po jam edhe i butë. Edhe bëra një kështu një kthim në kujtesë të gjithë që nga familja ime, duke menduar se çfarë do shkruaja, edhe në fund fare vendosa mos të shkruaja asgjë. Edhe lash të tokë të lirë, se siç ka edhe formati ku sa po e shpjegoj dhe Domi që pim një kafe me miqtë dhe flasim në mënyrë të lirshme për çfarë është tema duke shtjelluar. Unë u gjenda në pandemi në 2020 në kulmin e punës time, edhe ishte një punë e merituar, e theme shumë burje, sepse jetoj në Firenze, vija në Shqipëri dhe punoja në mënyrë konstante me një kompani ndërtimi këtu, dhe kisha ndërtuar disa struktura pune në Shqipëri të cilat më bënin të kthesha në mënyrë të vazhdueshme edhe kontriboja me këtë softnessin time, me këtë butësinë time edhe në zgjedhjet kromatike të kompanisë të ndërtimit ku punonim, ose në fushatat që ajo merrte për të rikonstruktuar ose për ndihmuar komunitetin, siç janë për shembull Çerdhet ose Kopshtet e Tiranës, të nisura nga ish kryetari i bashkisë, të cilat patën nevojë për një uniformizim të tyre edhe të një rikonstruksioni të tyre. Dhe ishte një moment shumë interesant kur këto 23 kopshte ishin për të rikonstruktuar dhe nuk ishin asnjë linjë dizajni, asnjë linjë stili brenda. Dhe më kujtua i vogël kur për herë të parë pas kopshtin dhe pas Çerdhen dhe shifja kalamajt e tjerë, fëmijët e tjerë që qanin. Nuk e kuptoja pse qanin kur njerëzit vinin në klasë të parë ose në klasë të dytë, kishin këtë frikën në kopësh, kishin këtë frikën e jashtëzakonshme nga kopshti ose nga shkëputja nga prindëri. Edhe merrën të gjuhat e fantaksura që ishin në përkopshtet e Shqipërisë. Edhe ato që vendosin edhe të tjerët, inxhinierët ose të tjerë zgjidhin ngjyra shumë të forta, shumë agresive, shumë të mëshuara, që mëshonin shumë, edhe ndonjëherë nuk kishin as kromatikën e duhur, nuk kishin as lidhjen e duhur mes një faqe muri e tjetër. Ndërhyra, duke qenë arkitekt i këtyre kopshteve, ndërhyra për të vendosur ngjyra pastel, thash kalamaj çajin sepse terrorizohen nga këto ngjyra, dalin nga muret e bardha të shtëpive, që kemi të standardizuara të gjithë, dhe futen në këtë botë kaq me ngjyra, me kalamaj të tjerë, dhe trembe nga ky efekt kaq i fort viziv. Duke qenë se edhe kultura e tyre vizive, edhe memoria e tyre vizive është e vogël ndaj moshës. Kemi një kalama sot që është vërtet e parë që e shoh, është fëmia e një shoqës time shumë të ngushtë të familjes, me të cilën kam jetuar goxha gjatë në familje. E visi. Edhe
për të rikthyer në ku e gjeta unë butësinë me veten time. Në 2020, pandemia, unë jetova në Itali e më burgosi brenda. Më burgosi brenda në shtëpi dhe ishte një burgosje shumë e vështirë për mua, sepse unë jetoja shumë pak shtëpinë. Edhe nga këto konceptet arkitektonike, nga librat që lexoni, filloje e shifje shtëpinë si një instrument ku ti e studioje edhe ti filloje ta kuptoje ndryshe. Dhe momentin që gjithë kjo bëj në mënyrë shumë mekanike, shumë akademike, në momentin që u gjenda në tryezën e shtëpisë, ku bota kishte ndaluar, qyteti në shkallë 1:1 ishte qyteti i heshtjes, tashmë ishte vetëm një heshtje. Heshtja ishte në shkallë 1:1. Gjithë ne arkitektët kemi çik merak të shkallën, se vendosim kur në shkallë sakt, kemi probleme me shkallën. Edhe kjo tavolina e vetmisë në këtë apartamentin, edhe jashtë nuk mund të komunikoj ose socializoj me asnjë format e reja të digitalizimit, Instagrami, ku diun TikToku, nuk e di, platformat, aplikacionet e flirtimit. Unë isha single aso kohë edhe isha për herë të parë single në jetën time, post universitare edhe të punës, edhe më gjeti shumë vetëm, më gjeti shumë të çarmatosur, të zhveshur, edhe ndoshta më dha mundësinë e jashtëzakonshme për të zbutur shpirtin atë moment, sepse ky shpirti kaq mekanik që vraponte nga një kantier në tjetrin, dhe haronte shtëpinë, se siç e zhvishte komplet nga një emocionalitet dhe jetonte në një shtëpi për një vit dhe në një shtëpi të tjera për 2 vjet, se është edhe jeta konsumatore tash që ku diun, nuk di, që na detyron dhe të spostojmë dhe shohim shtëpinë si hotel, ky paralelizmi. Në këtë momentin e pandemisë shtëpia mori jetë në mënyrë shumë të çuditshme. Druri pjeguar, druri përthyer mori jetë. Banja kishte një identitetin e vet. Kaloja shumë kohë në banjë, dushet ishin shumë herë më të gjata se në momentet e tjera të përditshmërisë normale. Edhe më dha lirin të filloja të ngërmoja çik veten, sepse kantieri, unë kisha një kantier në një vilë jashtë Firenzes, i cili u ndërpre, edhe ky u bë edhe kantieri u bë edhe shtëpia ime e re në fakt, sepse ishte një vile në gjendje të mirë normalisht, nuk ishte rënume, edhe ndaluan punimet dhe unë u kalova një vit te kjo vila, ku ishte shumë e lezetshme, sepse kishte 7 hektar pyll, edhe në fillim kishte një aromë të ish pronarëve të vjetër dhe unë flija në tent, sidomos në verë. Kisha një totem vile shumë të madhe dhe ishte edhe kjo sfida shumë e madhe që këtij lloj luksi edhe historik ti e sfidoje me një tent jashtë, është forma primare e arkitekturës që ne e konsiderojmë si arkitekturë. Edhe fillova të dëgjoja zhurmat e natës edhe zhurmat e natyrës, dhe ishte shumë e frikshme sepse nuk kisha dëgjuar vetëm zhurmat e krismave edhe të armëve në Shqipëri në 97-ën edhe të protestave etj, ndërkohë që kishte një lloj paralelizmi mes këtyre thuaj zhurmave. Dhe për herë të parë fillova mos të ndërtoja më jashtë, fillova të ndërtoja çik veten. Aty zbulova dhe pranova për herë të parë që jam edhe artist, gjë që kisha shumë të vështirë ta pranoja më përpara. Kisha këtë formën ekspresive me foton edhe me videon, edhe kisha shumë të limituar, isha shumë i ngurtë. Ishte i ngurtë si bukuria e atij vendi që unë shkelja për ditë. Se edhe bukuria ka ngurtësinë e vet, edhe bukuria është rigjide ndonjëherë, nuk është e butë gjithmonë. Edhe fillova të ndërtoj çik veten, ose ta shkompozoj veten, ose ta kuptoj veten, ose të rija kohë të kaloja kohë me veten, edhe është kohë shumë e vështirë. Edhe të rish me veten është kafja më e vështirë, them unë, që pas pandemisë, sepse duhet të përballesh edhe kur është ai momenti që ti zhvesh çdo lloj maske edhe i thua vetes të vërtetën që nuk është e lehtë ndonjëherë. Edhe një nga të vërtetat e mia ishte pikërisht kjo që isha edhe çik artist. Por u detachova, u shkëputa nga vetja kur e lexova veten. Edhe kjo më dha një formë shumë të madhe butësie, sepse nuk u lidha me unin tim personal dhe profesional, nuk i gatrova ndonjëherë. Edhe këtë kam edhe e quaj edhe si merit në fakt të vetes, që edhe përpiqem shumë që edhe në përditshmërinë e jetës tashmë që jeta ka rifilluar, ta mbaj këtë ndarje të vetes. Si thash dhe në fillim, unë jam edhe i butë. Një pjesë e imja është edhe e butë, po me siguri ku ka butësi, ka edhe anën tjetër të fortësisë. Softin, unë kam përgatitur sa video,
ku tregojnë në mënyrë shumë tempistike, shumë të ndarë në kohë, janë ca video kyçe që unë dua të flas mbi to. Por i pari moment kur eksperimentova nga foto në video, nuk isha eksperimentuar ndonjëherë, ndishja videot, por nuk vetëm si anë artistike, por nuk i montoja dhe nuk i ndishja, nuk i montoja unë, domethënë teknikisht. Pandemia më dha shumë kohë sepse nuk bëja asgjë. Nga mëngjesin darkë për 2 vjet ishte shumë e vështirë, nuk bëja asgjë, ishim mësuar me një ritëm tjetër dhe u futa në një ritëm totalisht tjetër dhe më dha kohë që të zhvilloja gjithë që zhvillova dhe për të cilën dhe u thërita sot për soft. Unë fillova me një ngacmim shumë të fortë në fakt erotik, edhe pse me siguri kisha nevojë për atë në atë moment të jetës. Me siguri nuk më definon, por ishte një periudhë e jetës që unë e çmoj shumë se më bëri shumë të qesh mbi të gjitha, e kisha shumë nevojë të qeshja në atë periudhë. Edhe duke qenë single, që ja thash përpara jo kot, po e shtroja si tablo të këtij rrëfimi, ishin aplikacionet e dating ose aplikacionet e flirtit, Tinder e tjerë, ishin për herë të parë në dorën time, unë jam i 90-s, i 89-s, edhe normalisht këtë azhonimin e ndjek patjetër, eci me hapin e teknologjisë e tjerë, por që thjesht nuk isha mësuar të bëja sexting online, të shkëmbeja mesazhe hot o tjetër. Isha shumë i mësuar me kontaktin fizik, verbal, të komunikimit edhe të flirtit. Edhe do shta duhet ta filloj ta ilustroj me video, nëse televizori më ndihmon. Po ju tregoj një video të parë, kjo është video ime e parë që kam montuar në jetë. Dhe kjo është shtëpia ime në Ponte Vecchio, dhe poshtë shtëpisë në pandemi kishim to limitet tona të lejimit, edhe që mund të dilnim jashtë, dhe qyteti ishte bosh, si thash përpara, po ishte një boshësi me vërtet utopike, sa kur kjo video është publikuar nga Corriere della Sera, pastaj më kërkonin filmimet origjinale, dhe thoshin nuk ka mundësi ti ke renderizuar, se arkitektu që ke renderizuar, thosha, do isha një renderizues i jashtëzakonshëm nëse do arija ta bëja me render. Dhe e bukra e pse kanë futur te softi, është shumë e shkurtër si element, pse kanë futur te softi, sepse këta janë të rinjtë që bëhen prift, dhe ishte e bukur, po e flas me që kapëm, ishte e bukur sepse butësia e tyre më çarmatosi. Unë i pash kisha këtë fetishin e kostumit në fakt, edhe i filmova për bukurinë e tyre totalisht vetëm të jashtme, estetike, vetëm sipërfaqësore, butësisht i preka, nuk i penetrova brenda. Ndërkohë që në fund të filmimit, në fund të videos, të gjitha priftërinjtë filluan të më përshafronin dhe të më vishnin me maduninë, që ishin ca medalion të vegjël dhe filluan ndjeva këtë ndjesinë, këtë kënaqësinë që e vlerësuan approachin tim, afërsinë time me kamerën. Edhe kjo më ndodh shpesh në fakt dhe më ka kuriozuar gjithmonë, sepse unë bëj shumë filmime në rrugë, kap shumë momente, siç është për shembull një moment tjetër, kur janë 2 të dashuruar që puthen në tren, edhe ndoshta e kam tu, po flas për videot e para, është një sekuencë 9 sekondëshe, këta dy të dashuruar në fund të kësaj videos 9 sekondëshe, unë ja tregoj videon dhe ata fillojnë emocionohen, preken, e kërkojnë videon, e shohin e tjerë. Edhe kjo më dha këtë butësinë e komunikimit me njerëzit dhe ne trembemi shumë nga kamera, ne trembemi shumë nga fotografia, ne na imposton edhe mua sot me imposton fotografia ose kamera që filmon aty përballë. Kulturat aziatike ose afrikane ose e kanë akoma më të vështirë se Europa ose Atlantiku relatin atyre me kamerën. Dhe është shumë interesante se sa herë unë nuk marr leje kur bëj fotografi, i vjedh ato në mënyrë të egër ndoshta. Shoh gjithmonë buzëqeshje. Nuk më ka ndodhur një herë që të kem një përplasje me personin që kanë fotografuar ose të thotë ma fshi fotografinë, ma hiq se nuk e dua. Edhe është sidomos kur jam vetëm, kur jam me një person tjetër në krah, ndoshta ndihem pak më të kondicionuar, ndoshta ndihem pak më të marr, nuk e di, ndoshta të qesherak si ridikolizuar, si thuhet në shqip, qesherakzuar, më falni. Edhe më pëlqeu ky approach i butësisë të njerëzve, edhe pse sipërfaqësor. Më pëlqeu kjo buzëqeshje dhe isha shumë vetëm normalisht, që këto elemente të mbledhura në qytet më ngopnin. Normalisht ishte një periudhë shumë e tensionuar e jetës, unë isha shumë i ri, jam akoma shumë i ri shpresoj,
Edhe kisha shumë qef të shpresha, flinte në brenda meje vitet të tëra, unë isha shumë i ngurt, isha me kravat, me xhaket, me një jetë shumë në mesatare në shoqërisë, ku nuk pulsoja sipër, edhe gjithë rjetin networkun tim, siç e quajmë sot anglisht, e kisha mësuar me këtë imazh të vetes time, dhe kjo mbyllje në shtëpi më fillova të prodhoja autoricazon. Autoricazo doli, nuk po e përkthej, doli nga autori cazo, doli nga pikërisht nga kjo që nuk bëj asgjë. Edhe unë thash, po, unë bëj një gjë, unë bëj autoricazo, bëj organin tim riprodhues, bëj një, më fali për vulgarizmi që po përpishem ta eliminoj. Dhe bëra 3 live painting të para, ku organizoja një festival jazzi dhe teknoje në këtë shtëpinë gjithmonë në këtë kantierin e mbetur, ku më ndaluan punimet e arkitekturës dhe unë fillova të ndërtoja gjëra të tjera, ku ftova gjithë profesorët e shkollës, mish, artistë të tjerë, arkitektë etj. Dhe në këto 3 live painting u vizitoja bibilushin tim dhe filloja me një manifest ku flisja për pubertetin e mashkullit, flisja për krahasimin e kamës seksuale të mashkullit me mashkullin tjetër, flisja për gjithçka meshkujt zakonisht nuk flisnin, por bënin, kalonin në jetën e tyre, por nuk flisnin. Se zakonisht meshkujt e kanë qikë vështirë të shprehen ose të flasin. Femrat e kanë më të kollajt, të flasin me njëra tjetrën dhe të bëhen shoqe pona të kafe. Ndërsa ne çunat kemi qef të bëjmë gjëra me një tjetrin, të shkojmë të luajmë futboll, ose të hypim malit, ose të shkojmë të notojmë, ose kemi nevojë për aktivitet të socializojmë, se kemi të kulturën verbale të folurit e kemi pak më të limituar ose më pak të zhvilluar, emocionale, inteligjencën çik emocionale. Edhe ishte shumë interesante, sepse unë isha vënë një çmim qesharak normalisht pikturës time, dhe asnjë nuk donte ta blinte. Asnjë në 3 live painting që kam bërë, të gjithë prisnin që unë të pikturoja me bibilushin tim. Provokimi ishte për mua, ishte provokim sepse nga kjo formë falike unë sillja elemente të tjerë dhe ata shkrepeshin totalisht nga gjithë kjo gjë dhe shihnin vetëm sipërfaqësisht dhe binte interesi. Pastaj kalova dhe këto janë disa nga vizatimet e ajo që quhet soft, përse u etiketova soft, sepse nuk e dërgova donjëherë, e hiperbolizova organin tim seksual, ose e bëra litod, e zvoglova. Në fakt është një histori shumë e lezetshme, sepse gjatë tyre publikimeve banale dhe çik sipërfaqësore të Instagramit, publikoj këtë skulpturë të vogël të bërë me gjeso 8 cm-she. Dhe një familje vëndase Torixhani, e cila ka dhe kështu galeri arti e muhabetet të tilla, ma blen gruaja 80 vjeçe e këtij galeristit. Edhe më thotë, është në dimension real, apo nuk është në dimension real? Dhe i them, jo, i them absolutisht, unë nuk jam, i them, pornstar, unë jam artist, bëj o në litodo, në hiperbol. Më katë, të paktën në moshën 80 vjeç, do të kisha qef ta kisha një në dimensione reale në shtëpi, ishte shumë e lezetshme. Për të treguar frymën as pak vulgare, mendoj unë, të kësaj gjëje, ky është një artist çek që jeton në Firenze, është totalisht ilegal, ku këtu bëjmë një shkëmbim të pikturave, piktura e tij vlen, është e kuotuar në art etj. Edhe kemi të përbashkët të kulturën totalisht orientale mes Pragës dhe Shqipërisë, ndoshta edhe situata në ngjashme. Ai më urdhëroi një portret, kjo është shtëpia e tij. Ndërkohë që unë bëra autoricazon. Është shumë interesante, se unë këtë linjë në fillim e futa në Close Friends, që ju të gjithë e njihni, dhe njerëzit më pyesin shpesh kë ke në Close Friends, dhe unë në Close Friends të parën kisha mamin. Ishte shumë e çuditshme. Se thoshim me vërtet e mami dhe bëja screenshot dhe thosha mami, po mami është shefe para. Ne vim nga një kontest shqiptar dhe prindrit tanë punojnë në një kontest normalisht të vogël, ne jemi pak si njerëz, edhe ti me më duke më njohur dhe duke më frustruar dhe në fëmijëri, duke më thënë që jo se piktura, liceu e këto muhabetet klasiste të prindërve tanë, kishte marrë këtë ndjenjën e fajt dhe më thoshte publikohet të keqër mami artistjet ti, publikohet të keqër mami artistjet ti.
Edhe kjo më dha një forcë në fakt, sepse shkoja shumë i qëndruar në këtë lloj provokimi që bëja. Një tjetër provokim është e hëna byth, që lindi po në të njëjtën periudhë. Normalisht është totalisht hiperbol, nuk kam të jetë, nuk më prezanton në një fazë, po nuk është jeta ime, sepse ndonjëherë të tjerë të personifikojnë me këtë, dhe kam një moment shumë të bukur në fakt, kur këtu erdha pas pandemisë, dhe këtë linjë kisha nxjerrë në rrjetet e mia, edhe më vini djalë dhe më thot, thot ti je ai të hënës byth, po. Edhe njifte gjithë personazhet, shoqet e mia që kishin marrë pjesë në këtë manifest. Dhe thot, i them, po kush je, ma ofron një pije, më thot, po kush je, i them, të ndjek dhe unë brapsht të njifem, më vjen kesh të të më punoj në bank, nuk ndjek kështu faqesh. Edhe i kush duk, edhe u këthema prap të mami unë, më fali që marrë prap si referencë, i thash ma, i thash më duke se të të pres të gjëj, dhe se më prek vjetën. E ishte që këfani. E kjo është një manifestit të hënës byth, e marrë gjithmonë me sportivitet, e hëna byth është tjetër manifest, gjithmonë luan me femrën, duke që një manifest shumë maskil në fakt. Po diskurset e bëra bëj të hënën byth edhe në këtë qendër kulturore ku unë pastaj u zhvillova pas hapjes së pandemisë e tjerë, ishin me një kulturë shumë feminile, ndonjëherë edhe me një kulturë queer, gjë që ishte çuditshme sepse i atashoi kjo butësisë, kësaj butësie kaq vulgare në pamje të parë, pastaj kur shihnin approachin tim të butësisë brenda, më përqafonin edhe femrat edhe gjithë njerëzit që ndiheshin që qeshnin me këtë gjë. Dhe madje edhe luftonin, më thoshin, kur do më fotografosh mua kësaj radhe? E kjo është një manifest, doshta nëse keni nerva ta... Portatemi il culo di tutti! Më bënte shumë për të qeshur, sepse në lancimin e kësaj gjëje, gjithë artistët e tjerë të qytetit, sa herë më shifnin, zhvisheshin, ose më tregonin prapanicën, dhe që shumë fani për mua në fakt të drejtën, sepse më përqafuan artistët, edhe ne arkitektët zakonisht nuk kemi një approach me artistës do njerë që të vështirë, sepse ne jemi të mbushur pak me më pak ego ndoshta artistike, kemi kopjen qik më të lehtë. Ese, po zjatem. Pastaj filloi puna, filloi kantieri, edhe kjo është një bukë, kjo është një projekti im në Firenze, edhe kjo është një bukë e natës të vonë me një nga kolegët, por që kantieri u bë pastaj edhe set frymëzimi për të vazhduar to linja në mënyrë çik më gallat. Kjo është autorikace që e pikturoi në kantinën e kantierit poshtë, dhe ishte shumë për të qeshur, sepse pasi publikova këtë video, çunat vinin në mëngjes dhe më thoshin, është ai aty poshtë, të hym ne, ose je veshur, të hym ne. Edhe i kam futur një këngë greke në fakt, unë flas greqisht prej jam çame dhe familja ime e flet prej pushtimit. Edhe kënga greqisht thotë është vetëm një linje kuqe. Nervat që kam të jetës. Nervat që kam të jetës, do i nxjerr të gjitha këtu. Si stop. Edhe është interesante, sepse kjo nuk është forci në fakt, është butësi, edhe pse i bie Çekiçit. Sepse i bie Çekiçit për të plurosur me muratorët e tjerë, dhe besoj që kjo ëmbëlsia ime ndonjëherë është element konstruktiv, sepse këta punëtorët ndonjëherë nuk janë aq të saktë, dhe ne arkitektët për shembull i njohim që janë natyra edhe çik të vrazhda ndonjëherë. Dhe me këtë butësinë time, unë mendoj që është element konstruktiv në fakt, se për shembull këta punëtorë që ju i dëgjoni në sfond, unë për një muaj i kam marrë, i kam 3 burra, i kam futur në një krevat dopjo dhe flinin bashkë, e çoja në 3 të natës në shtëpi, i zgjidhja në kantierën në 9 të mëngjesit. Edhe sa ata jetonin jashtë, edhe unë kisha nevojë që ata të mbaronin kantierin me shpejtësi. Edhe ishte e bukur pikërisht sepse patëm të lloj komunikimin me të butësinë dhe u ulëm hëngrëm bukën e tyre nga gratë me një tjetrin që kishin sjell me vete, u lidh projekti shumë shpejt. Dhe prandaj kam futur si element të video. Pastaj të fundit që doja të tregoja është një butësi dhe e kafshës në fakt, të parafundit. Tu jam në Maltëzi, edhe bëja fushatën politike aso kohë të zëvendës kryeministit aktual të Maltëzi.
edhe ishim në malet në Malësi, ishim në Malësi. Këto janë male që mua më kishin munguar në fakt, se nuk i kisha parë ndonjë nga ana tjetër. Edhe ishte herë e parë për mua që shkoj në një tokë tjetër shqiptare të poshtuar. Për mua unë e kam çik delikate këtë muhabetin e pushtimit të tokave shqiptare. Nuk është se jam kaq shumë nacionalist, por jam shumë adedasës. Edhe isha shumë i lumtur prej kësaj bukurie dhe ndaloj makinën sepse shoh të tufë me dele. Zvaritesha këtu nga makina dhe shoferi në fakt ishte shumë i shqetësuar se i afrohem ti qenit të stanit që është shumë i egër dhe e përshafova, ai u lëriste dhe e përshafova. Dhe mua më latë merresha me gjithë delet, ndërkohë që të tjerëve vazhdon të lëriste, unë u bëra një nga kopeja e tij, më futi në kope. Nuk më sulmon. Ndërkohë që bravo. Unë a gjethe, nuk pi qumësh më, jam vegan. Do e mbyllja me këtë elementin e fundit, për mos t'ju mbajtur dhe më gjatë. Kjo është një approach me arkitekturën në fakt, se si i ri but arkitektonikisht folur. Se çfarë është butësia në arkitekturë? Butësia në arkitekturë është mos të lëvizim shumë ujërat, me thënë drejtën, se edhe nuk kemi më nevojë të lëvizim shumë ujërat, sidomos tash që ndërtimi është goxha i thepisur. Kjo është një video që do të tregoja se si ti nëpërmjet vizatimit mund ta zvendësosh arkitekturën ose të japësh volume 2D dhe që krijojnë efektin e 3D-s. Kjo është një port banjo që unë jam përpjekur shumë, jam luftuar shumë që të bëj vizat e drejta në jetë. Po këtu nuk i bëra dot vizat e drejta. Është një projekt shumë qesharak në fakt, e kam bërë një bazite të një klient, por që tregon se kjo butësia vetëm me penelit mund të ketë efekt tjetër. Edhe këtë diskurs jo mirë të lidhur, ndoshta nuk e di se si ju duk, po do zgjidhja ta përfundoja, nëse do kishte ndonjë pyetje do më bëj shumë qejfi.